Pacientët që vuajnë nga sëmundjet alergjike në shkallë të rëndë, tani etudit do ta kenë mundësinë që të trajtohen me një terapi më efikase. Për këtë terapi ka treguar alergologja Leonora Leshi. Ka raste që një pacient e ka IgE-n e rritur, vlera të larta, nuk gjejmë shkaktor alergjik. Edhe pacienti është në një gjendje të rëndë shëndetësore. Për shembull, më tepër preferohet tek astmat kronike, idiopatike, tek urtikarjet apo problemet e lëkurës prap kronike idiopatike me vlera të larta apo tek pacientët të cilët kanë edhe alergji ushqimore, sepse nuk kemi vakcina të veçanta për alergji. Ka në miell, për mirë po në ushqime tjera nuk ka. Kështu që tek ta pacient, të cilët nuk mund t'i qetësojmë me terapinë që na përdorim, si vakcinat për shembull, indikohet trajtimi me anti-antitrup apo anti-IgE. Për shkak që tani jemi në stinën që numri i rasteve me sëmundje alergjike është në rritje, doktoresha Leshi tregoi edhe për mënyrat e mbrojtjes dhe parandalimit të alergjive. Çdo indikacion nga cili mjek ata kanë kontaktu, pavarësisht mjeku i përgjithshëm familjar, mjeku otorinolaringolog apo oftalmologu apo dermatologu, pulmologu apo ekskluzivisht alergologu, duhet ju përmbahen me përgjegjësi edhe me i respektu indikacionet e mjekut ordinues. Tableta është e para që merret për alergji, tableta antihistaminike, që përgjithsisht i qetëson simptomat e një pacienti alergjik. Pastaj, nëse rekomandohet që me bart syzet tek problemet me alergji të syve, do t'i bart edhe syzet përveç tabletës, janë pikat mandej të veçanta për problemet e konjunktivitet alergjike. Sëmundjet alergjike po përhapen me shpejtësi duke u kthyer në një nga sfidat më të mëdha shëndetësore të jetës moderne. Kjo ka bërë që mjekësia të kalojë nga trajtimi i thjeshtë i simptomave drejt terapive të avancuara biologjike që synojnë bllokimin e alergjisë direkt në burim.